Sot do të ngjyrojmë vezët e pashkëve me ngjyrë të kuqe. Për ngjyrjen e vezëve na duhen bojë e kuqe, ujë, uthull dhe pak vaj për lyerjen e tyre. Vezët duhet të jenë vezë ambienti. Si fillim do t'i lajmë dhe do t'i pastrojmë nga ndonjë papastërti. Në enën që ne do të zjejmë vezët, do të vendosim një pecet në fund të enës. Për arsye që vezët të mos na plasariten gjatë zjerjes, vendosim vezët ku do të hedhim ujin, i cili është ujë i vakët. Do të hedhim uthullën, vendosim në zjarr për të zjerë. Ulim temperaturën në minimum dhe i lëm të zjejë. Përgatisim bojën. Hedhim ujin e vakët, që boja të na shkrijë mirë. Do të hedhim edhe uthullin. Frazojmë, sigurohemi që boja ka shkrirë plotësisht. Vezët na kanë zjerë, gjithashtu edhe boja na shtretur plotësisht. Do t'i nxjerrim vezët. Më përpara vendosim një letër kuzhine. Do t'i lëmë të naftohen pak, jo plotësisht. Vezët na janë ftohur pak dhe tani i vendosim në bojën për t'i ngjyrë. Do t'i lëm në bojë 2 deri në 3 minuta. Po ta shikoni, veza me njëherë e ka marrë ngjyrën e bukur. Po për garanci i lëm edhe pak. I heqim vezët nga boja. I lëm pak sa të thahen vezët nga boja dhe më pas do t'i lyejmë me pak vaj. I vendosim në këtë letër, që të na thahen dhe plotësisht nga ana që ka qenë mbështetur ke pjata. Tani do t'i lyejmë me vaj. Përfunduam edhe ngjyrjen e vezëve dhe ju uroj të gjithë besimtarëve të Krishterë gëzuar Pashkët.